bashkë. Pra, e keni para aty sa shpesh mungojnë komplet deputetet e 2 skajeve të ulseve në Kuvendin e Republikës dhe vetëm mesi është përplot. Kjo është një pamje standarde në Kuvendin e Republikës. Të kalumen keni mungu edhe ju si vetë vendosje. Në këtë kuptim, ata janë blok opozitar. E dyta është që çdo takim me liderët e opozitës e kam kërkuar unë. Nuk ekziston asnjë kërkim nga ana e tyre, asnjë kërkesë, asnjë iniciativë që takimi të mbahet për shkak se ata e dëshiruan atë. Pra, iniciativën e kam marrë gjithmonë unë. Çka mund të bëj më shumë? Dhe e treta, të gjitha pakicat kanë votuar për mua si kryeministër përveç listës serbe, edhe deputetit Gorani, i cili është shumë i afërt me listën serbe. Zoti Hoxha. Po, domethënë, 2 bosnjak, 2 egjiptian, 1 rom, 1 ashkali, 1 serb, të gjithë kanë votuar për mua, përveç mazhorancës tonë prej 57 deputetëve. Të gjitha kanë votuar si pakica edhe për doktoreshën Feride Rushiti. Pra, nëse shikoni larmin, diversitetin e mbështetjes, është më i madh tek ne se sa te kushdo tjetër. Prandaj, unë nuk besoj që ne mbajmë përgjegjësi për këtë situatë në cilën ndodhemi. Unë jam gjithmonë i gatshëm që të bashkëbisedojmë për një president konsenzual. Në vizionin ton, Republika Parlamentare dhe Demokratike e Kosovës nuk e ka presidentin pol pushteti. Pushteti i ka 3 shtylla në shtetin demokratik, ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor. Presidenti nuk është njëri prej tyre. Presidenti është shprehje e unitetit popullit dhe nuk është figurë e polemikës ditore apo e ambicieve politike apo e një lloj, le të themi, të qenit partizan partijak